Drejtuesi politik I qarkut Korçës Niko Peleshi zhvilloi një takim me banorët e Bitinskës në Devoll, ku ndau me ta vizionin dhe angazhimin e Partisë Socialiste për mandatin e ardhshëm. Peleshi foli hapur për sfidat, përgjegjësitë dhe objektivat që Partia Socialiste ka vendosur për të çuar përpara projektet e nisura dhe për të forcuar rezultatet e deritanishme në qarkun e Korçës, por edhe në të gjithë vendin. Në fjalën e tij, Peleshi theksoi se pas 12 vitesh qeverisje, ky është një moment bilanci dhe se Partia Socialiste nuk do të ndalet në përpjekjen për të shërbyer qytetarëve me punë dhe rezultate konkrete. Do të jetë një mandat me shumë më shumë fuqi për qeverinë shqiptare. Ne kemi qeverisur 12 vjet. Edhe kjo është një ditë bilancesh. Ne nuk e kemi luksin të premtojmë gjëra kot. Ne jemi për të dhënë llogari. Jemi në pushtet qendror, jemi në pushtet vendor, jemi të përulur para punëve që nuk I kemi përfunduar. Edhe s'ka nevojë, nuk mbulohet dielli me shosh, po edhe me gisht, siç do të populli. Pra, nëse ka diku probleme, më mirë t'i shohim në sy, t'i diskutojmë me njëri tjetrin dhe të themi, ka që kishim mundësin tani, nesër do ta kemi më shumë, se sa të flasim vetëm me fjalë të bukura. Ai theksoi se Partia Socialiste I qëndron përballë qytetarëve, nga bilanci real I punëve të kryera dhe nga vendosmëria për të kapërcyer çdo sfidë, pa I fshehur as problemet as vështirësitë. Në përmbyllje të fjalës së tij, Peleshi nënvizoi se mbështetja për Partinë Socialiste është thelbësore për të çuar përpara projektin ambicioz të Shqipërisë 2030, një vizion që sipas tij synon një vend më të zhvilluar, më të drejtë dhe tërësisht të integruar në familjen europiane.